Farat e lulediellit janë ndoshta më të njohurat nga të gjitha farat ushqimore. Ato mund të hahen, të papërpunuara, të pjekura ose të përdoren për shije të ndryshme gatimesh. Pavarësisht nga kjo, shumë njerëz janë të panjohur me të mirat e të ngrënit të farave të lulediellit. Vitamina E është një komponent thelbësor i të ushqyerit tuaj të përditshëm. Ajo është një antioksidant që ndalon përhapjen e radikaleve të lira brenda trupit tuaj. Vitamina E nga fara e lulediellit mund të ndihmojë në funksionimin e qarkullimit të gjakut si duhet. Veti tjera të farave përfshin një rrezik më të ulët të zhvillimit të sëmundjeve të zemrës dhe të diabetit. Një mangësi në konsumimin e përditshëm të fibrave çon në një mori probleme shëndetësore, ndërsa sasia e rekomanduar e fibrave është 30 gram në ditë. Shumica e njerëzve nuk arrin të konsumojnë më shumë se 15 gram në ditë. Të shkaktoj probleme të tretjes e cila çon në rritjen e toksicitetit brenda zorrve. Duke ngrënë fara luledielli ju mund të përfitoni një furnizim të fuqishëm të fijeve dietike për të cilat trupi juaj ka nevojë. Farat e lulediellit ofrojnë një furnizim të proteinave dhe të karbohidrateve. Të dyja janë të rëndësishme për ruajtjen e niveleve të energjisë. Farat mund të stimulojnë themëlçia për lirimin e glikogjenit në gjak. Farat e lulediellit janë një burim magnezi, kaliumi, seleni, zingu dhe hekuri. Magnezi ul presionin në gjak. Në këtë mënyrë zvoglon shanset e një sulmi në zemër. Seleni mund të ngadalsojë përhapjen e qelizave kancerogjene, ndërkohë hekuri ndihmon për shpërndarjen e oksigjenit nëpër muskuj dhe zingu siguron sistemin tuaj imunitar që i duhet një të rrituri për të mbrojtur kundër ftohjeve të zakonshme. Shumica e njerëzve nuk e kuptojnë se farat e lulediellit në fakt mund të kenë efekt shqetësues për trurin tuaj. Kjo është për shkak të niveleve të larta të tripofanit të përfshira në fara. Femrat të cilat janë më tepër të dhëna për të pasur thonjë më të kuruar, farat janë ilaç natyral. Ato ndihmojnë në luftën kundër thonjeve të brisht dhe flokëve të yndyrshme. Nëse ushqimet të mëngjesit do t'i shtoni edhe fara luledielli, organizmi përveç vlerave mjaft të mëdha ushqyese do të ndihet i ngopur për një kohë të gjatë. Duke ngrënë fara luledielli, rregullisht trupi juaj mund të gëzojë një burim të pasur të mineraleve, ushqyese dhe fibra që ajo duhet të funksionojë si duhet. Nëse ju keni qenë në kërkim të një meseje të lehtë, e të shëndetshme, e të shijshme dhe që nuk mund të sigurojë energji, shtoni farat e lulediellit dietës suaj.